Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Për cilën nga Abu Dardaja radhiyallahu ta'ala anhu se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma ibtughiya bihi wajhullah." Dynjaja është e mallkume. E mallkume është edhe çdo gjë që është në të, përveç asaj gjëje që bëhet duke kërkuar fytyrën e Allahut. Në këtë hadith profeti alayhis salatu sallam na tregon në realitetin e kësaj bote, që është e pavlerë, që është e përçmuar, nuk ka asnjë rëndësi, asnjë peshë, asnjë vlerë tek Allahu I lartësuar. E tillë duhet të jetë edhe për besimtarin. E tillë duhet të jetë edhe për besimtarin. Dhe se çdo gjë e cila nuk I kthehet besimtarit me vlerë, me përfitime, është angazhim I kot dhe është humbje kohe nga gjërat që merret besimtari në këtë botë. Përveç që tha asaj që bëhet duke dashur fytyrën e Allahut. Këtu hyn jo vetëm adhurimet, që dihet që sinqeriteti është kusht themelor për to, por edhe zakonet. Edhe zakonet. Për shembull, angazhimet e përditshme që ka njeriu, gjumi, ushqimi, puna, shkolla, mëson shkollë, që të gjejë një punë të mirë, të ketë ardhura të mira dhe të ketë punë të lehtë. Dhe si niyetin se ka për Allahun, thjesht të ketë jetë lehtë. Ka bëj gjunaftu jo, sepse s'është adhurim, është zakon. Nuk po flasim për dituri fetare. Dituria fetare është adhurim. Ajo po kërkon niyetin, sinqeritetin. Ose merr një profesion dhe qëllimin e ka që të ketë ardhura të mira. Të ketë ardhura të mira, të mjaftueshme për të dhe familjen e tij. Dhe këtu nuk bën niyet për hir të Allahut. Por thjesht është e dynjaja. Mori shpërblim? Shpërblim nuk mori pas gjunaf, sepse janë zakone njerëzve. Por çu edhe gjumi, nëse flen gjumë se u lodh, zbëri niyet për hir të Allahut, nuk merr gjunave, sepse është zakon I njerëzve, kupton? Flen, hajnë etj. Ama nëse bën niyet për hir të Allahut, flen gjumë, që të forcohet trupi të shplodhet, çohet për sabah apo të falë namaznate, dhe të plotësoj detyrimet që Allahu ka bërë për të, për familjen e tij, atëherë tu shpërblet, sepse niyetin e bëri për hir të Allahut dhe për të realizuar dhe për të përmbush detyrimet që Allahu I ka vendosur. Ushqimin kur e ha, nëse e bën që trupi I tij të jetë I shëndetshëm, për të luftuar në rrugën e Allahut, për të bërë sa më shumë adhurime gjatë ditës dhe natës, për të ndihmuar muslimanët me energjinë, me fuqinë, fizikun e tij, atëherë të merr shpërblime, sepse zakonin e shndroi me niyet në adhurim. Pra shihni sa e rëndësishme është niyeti. Niyeti zakonin e shndron në adhurim. Prandaj subhanallahu ne bëjmë shumë angazhime gjatë ditës, por nëse do t'i bënim niyetin e duhur, nga zakonet do të shndroheshin në adhurime. Kur flejmë, a na shkon ndonjëherë mendja që ta bëjmë gjumin ibadet, nga zakon ta bëjmë ibadet, kur ham, kur pim ujë, kur dalim për të kërkuar rrezikun, a bëjmë niyetin kur hapim dyqanin, a bëjmë niyetin që do ta bëj të gjë të punë, do rrit të orë që të furnizoj familjen time, sepse Allahu ma ka bërë obligim dhe unë do ta realizoj këtë obligim që Allahu ma ngarkoi. Familjen e kam amanet dhe duhet ta përmbush të amanet ka Allahu. Nuk duhet na ikin, sepse janë vepra që ne I bëjmë, por s'marrin shpërblime vetëm për atë niyet që e humbëm. Që duket I thjesht, dhe është I thjesht për të bë, por që ka peshë të rëndë. Shifni si ndryshon gjendjet nga zakon në adhurim. Pra shihni çfarë efekti të fortë ka niyeti. Dhe qëllimi I fjalës së profetit alayhis salam që dynja është e mallkuar, nuk është që besimtari ta braktisë dynjan. Këta e kanë murgjit. E kanë murgjit për krishterëve, budistëve e tjerë. Kurse muslimani merr nga dynjaja, por jo ta bëjë atë preokupimin kryesor. Prandaj profeti alayhis salam lutet duke thënë: "O la tajali dunya akbara hammina", dhe mos e bëj dynjan preokupimin ton kryesor. Thon dietarët, nuk tha preokupimin ton, por tha kryesor, gjë që tregon se lejohet të preokupohesh për dynjan,
por jo të jetë kryesorja mbi ahiretin, apo të japi përparësi ahiretit. Jo, besimtarit përgrupohet për dynjan, për çështje që janë të lejume. Dhe Allah subhanahu wa taala thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Shihni sa i bukur është fjalë kuranore, është peshore. Vendos ekuilibrin në jetën e besimtarit. Është shumë e rëndësishme. Me gjërat më të mira që të ka dhënë Allahu, përpiqu të fitosh ahiretin, por mos e harro pjesën tënde në këtë botë. Sa i bukur. Gjë që tregon për sosmërinë e kësaj feje, që nuk është vetëm për shpirtin, dhe as nuk është vetëm për trupin, por është edhe për shpirtin, edhe për trupin. Do t'i shohësh krishterët, përqendrohen fokusohen te shpirti. Do t'i shohësh materialistët, fokusohen tek materia. Ndërsa Islami, edhe kjo, edhe ajo, por normalisht ajo që ka të bëjë me ahiretin, ka përparësi dhe është më e rëndësishme, sepse mbet, kurse ajo e dynjas nuk mbet ilën. Pra nuk është mençuri, dhe as qëndrimi i dur që të përkupohesh më shumë për atë që do të iti dhe të lësh pas dorë atë që mbet për gjithmonë. Hadithi i radhës për cilët nga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi i jetit, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh." Vërtet veprat janë sipas qëllimeve, sipas qëllimit, thot profeti alayhi salatu wassalam. Në transmetim tjetër sipas qëllimeve, vjen numri shumës, nuk ka problem. Pra, dhe çdo kujt i takon ajo që pati për qëllim. Bëri një punë besimtari, sipas qëllimit do vlerësohet. E bëri për Allahun, do marrë shpërblim. E pati sy e fajsi, nuk ka shpërblim. E bëri për thjesht çështje dynjaje, aty mbet çështje dynjaje. Prandaj ai i cili bën hijret për hir të Allahut apo të dërguarit e tij, hijreti i tij është për Allahun tha dhe të dërguarin e tij. Kuptimi me hijretin këtu, hijreti është disa lloje vëllezër. Ka hijret të zemrës, që është bartisja e gjunafeve, dëshirës për to, apo dashurive të ndaluara, dhe orientimi i zemrës të dashuria e Allahut. Hijreti, emigrimi i zemrës për tek Zoti i saj. Ky është hijreti më i bukur, si sot Ibn Qayyim rahimullah në librat e tij. Por ka dhe hijret me anë të gjymtyrëve, bartisja e gjunafeve dhe adhurimi i Allahut. Ka dhe hijret me trup, që të shkosh në një vend kafir, ta lesh atë dhe të emigrosh në një vend musliman. Apo nga një vend musliman me gjunafe, në një vend musliman me më pak gjunafe. Dhe përgjithsisht, kryesisht hadithi bën fjalë për këtë të fundit. Në bazë të shembullit që solli profeti alayhi salatu wassalam. Prandaj tha, ai i cili bën një hijret të tillë, pra për shembull, nga Shqipëria i lën në Arabi. Dikush i lën për të kërkuar dituri, për hir të Allahut, me shpërblim. Dikush gjeti një punë të mirë, nga punë të dynjas, mësues anglishe për shembull, ose inxhinier, atje në ndërtim rrugësh e tjerë. Apo diçka tjetër, nga profesionet e dynjas. Dhe hijretin të emigrim duke lënë të vend me gjunafe, ku ka kufër e shirë e tjerë, dhe shkon në një vend të tauhidit, shumë herë më të pastër nga gjunafe se çdo vend tjetër në botë. Dhe shkon vetëm për të një jetë, për çështje dynjaje, mësues anglisht e tjerë, nuk e karte një jetin fetar, atëherë hijreti i tij, jo se mori gjunaf, po emigrimi i tij nuk është emigrimi që shpërblehet. Apo shtoi për të martuar me dikën. E ka thjesht dhe njëti i tij ky ishte. Nuk më shpërblim, sepse hijreti ka shpërblim të madh, vëllezër. Pse Allah subhanahu wa taala muhaxhirëve i dha përparësi ndaj ansarëve për shkak të emigrimit që bën. Muslimanët Mekkas lanë tokën e tyre, vendin e tyre, vatanin e tyre, pra, lanë familjet e tyre, lanë pasuritë e tyre, lanë një pjesë të
shpenzimeve të jetës së tyre, jo vetëm shpenzime materiale, por edhe shpenzime të zemrës. Se njeriu lidhet me vendin ku është, edhe pse mund të jetë vend kufri, lidhet, sepse ka kalu, shpirti ka kalu një pjesë të viteve aty. Kupton, ka ato kujtimet e tjera. Dhe shkuan në Medinë, një pjesë e tyre nuk kishte asnjë njeri në Medinë, vendi huaj. Pa njeri që ta prisë nuk kishte. Tokë pa njohur për të, njerëz pa njohur për të. Pa pasuri me vete, xhepat bosh. Dhe i ngriti Allahu subhanahu wa taala, sepse emigrimin e bën për hir të Allahut. Ndërsa tha profeti selam, ai i cili emigron për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, për hir të Allahut me sinqeritet, që të kënaqë Allahun. Për të dërguarin e tij si bindje ndaj të dërguarit të tij, atëherë shpërblimi është për atë gjë që pati për një jetë. Pra, e pati për Allahun dhe ju bind të dërguarit të tij. Hadithi i radhës, rreth vlerës së niyetit, hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yaghzu al-Ka'ba fa idha yaghzu jayshun al-Ka'ba fa idha kanu bi bayda min al-ard yukhsafa bi awwalihim wa akhirihim." قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس معهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se një ushtri do të niset për të rënuar Ka'ben, për të sulmuar Ka'ben. Dhe kur të arrijë në Bejda, në Bejda, në një transmetim, Bejda është vendi, quhet vendi ku do të ndodhë ajo që do të përmendet më pas në hadith. Në një transmetim thuhet Bejda al-Medinë dhe ky vend është afër Mikatit, Medinës. Kush ta qenë, është afër Mikatit. Keni parasysh Mikatin në Medinë, që vesh atë ihramin, bën një niyetin e ihramit për të nisur për të bërë umre. Ti Abdullah ke qenë? Vetëm sa dushi. Allahu ja mundsoj gjithë. Edhe mua. Kur të arrin aty, thot profeti alayhis salam, do t'i përpi toka nga i pari tek i fundit. Do t'i përpi toka nga i pari tek i fundit. Aisha radhiyallahu ta'ala anha tha, i dërguari i Allahut, si do të ndodhë gjë atyre, pra do t'i përpi toka që të gjithë nga i pari tek i fundit, ndërkohë që në ushtri ka edhe që nuk janë pjesë e ushtrisë, ka tregtar, ka njerëz të ndryshëm që janë bashku ushtrisë, jo me niyetin e luftës, por për shembull për të udhëtuar bashkë me ta, për shembull. Apo siç mund të jenë tregtar. Pra pse do të ndështrohen edhe ata? Tha profeti alayhis salam, do t'i përpiqet të gjithë nga fillimi, nga i pari tek i fundit e tyre, pastaj do të ringjallen sipas nijeteve. Disa dietarë thonë se kjo ushtri është ushtria që u nis në kohën e konfliktit të Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu ta'ala anhu, kur kërkoi të merrte besën e muslimanëve për të bërë ai halife. Dhe halifja i kohës dërgoi Haxhaxhin për ta shuar të konflikt dhe Haxhaxhi, udhëheqës mizor, e vrau sahabin e profetit alayhis salam Abdullah ibn Zubairin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në atë kohë lufta u bë edhe në Ka'be me ato katapultat që hidheshin gur, goditën dhe Ka'ben, pati dhe shembje të Ka'bes. Por e vërteta është që hadithi nuk bën fjalë për atë ushtri, sepse ajo ushtri nuk u përpin nga toka, por e përmbushi misionin e saj. Dhe u kthyen që të gjithë, përveç atyre që u vranë atë betejë. Të tjerë thonë që do të jetë ushtri që do të vi për të sulmuar Mehdin. Për të sulmuar Mehdin, sepse vjen në transmetime të tjera që profeti më thotë rajulun min Quraysh, për të sulmuar një burr nga Qurayshët. Dhe Allahu di më së miri. Ajo që ka lidhje me temën tonë është niyeti këtu. Në këtë ushtri, profeti alayhis salam tregoi që do të shfaroset e gjitha. Do të jetë ushtri e madhe, por do të shfaroset e gjitha, nga i pari tek i fundit. Edhe ata që nuk janë pjesë e formacionit ushtarak, nuk janë ushtar. Dhe as nuk janë në shërbim të ushtrisë. Por njerëz të ndryshëm mund të jenë tregtar, mund të jenë të tjerë çfarëdo. Por për faktin se ishin bashkë me ta, i përpiu. Gjë që tregon qëndrimin me
shoqërinë e keqe. Ndoshta torta nuk të përpinë realisht, po të përpinë gjunafet e atit. Të përpinë ndikimi negativ i atij. Dhe kjo është më e rëndë. Dhe profeti alayhis salatu wasallam i tha Aishës radhiyallahu ta'ala anha, po do t'i përpiqet të gjithë toka, nga i pari deri i fundit, por do të ringjallen sipas nijeteve të tyre. Në shkuptim, ai që kishte niyet për të luftuar Qabën, ai do ndoshtrohet prap. Ndërsa ai që nuk pati këtë niyet, po thjesht ju bashku shtrisë për të vazhduar udhtimin me ta, përfundon aty çështja e tij. Përfundon aty çështja e tij, pra nuk konsiderohet si pjesë e ushtrisë që do të dënohet dhe që shkoi për të sulmuar Qabën. Ama si dënim i arrit gjithë. Siç ndodhin tërmetet. Apo përmbytje, apo rrëshqitje të dhëut e tjerë, shembje të tokës. Dhe ne dim që mund të ndodh një shoqëri që ka edhe musliman edhe jo musliman. Dhe vdesin edhe musliman. Dhe vdesin edhe pa besimtar. Por do të ringjallen sipas veprave dhe nijeteve të tyre. Kush ishte musliman, shpërblehet nga Allahu për atë dhimbje që përjetoi. Kush ishte jo musliman, ishte fillimi i një dënimi që si mbaron më kurrë. Allahu na ruaj. Për hadithi tregon vlerën e niyetit dhe se si bën diferencimin ndërmjet njerëzve niyeti. Pra edhe pse përfundimi mund të jetë i njëjtë, por ka niyeti bën diferencimin pastaj. Hadithi i radhës. Thotë Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, thotë por theheshim nga lufta e Tebukut me profetin alayhis salatu wassalam dhe ai gjatë rrugës tha inna aqwaman khalfana bil Medina ma salatna shi'ban wala wadiyan illa hum ma'ana hasabahum al-'udhr. Ka njerëz të cilët i kemi lënë pas në Medinë, pra që nuk morën pjesë në luftë, nuk ardhën me ne. Por sa herë që ne kalojmë një shteg, sa herë që ne përshkrojmë një lëndin, ata janë bashkë me ne, sepse i ndaloi arsyeja. Ky hadith bën fjalë për ata njerëz të cilët në kohën e profetit alayhis salatu, për ata sahabë që donin të merrnin pjesë në luftë, por mund të ishin të sëmur. Mund të ishin të sëmur ata vetë apo familjarët të tyre, të sëmur rënd, dhe gjë që i pengonte nga pjesëmarrja në luftë. Dëshirën e kishin, niyetin e kishin. Prandaj tha profeti alayhis salatu për ta se janë me ne në çdo hap. Në çdo territor që ne kemi përshkruar, ata kanë marrë shpërblimet si ne. Pse? Sepse e patën niyetin, por i pengoi pamundësia për të marrë pjesë. Prandaj një musliman për shembull, nëse bën niyet, nisën në xhami për të fal namazin. Pa pritur i ndodh rrugës diçka. E marrin telefon nga shtëpia, hajde se kanë ardhur njerëz. Ose hajde se është një antar i familjes sëmur, duhet dërguar në spital. Kthehesh. E merr shpërblimin se u falën në xhami. Apo bëre niyet që do ta agjërosh nesër. Niyetin e bëre, gjërat që do të bër paraprakisht i bane e tjerë. Por të morën në telefon të thanë që nesër kemi rrugë për të bërë, apo ndonjë angazhim tjetër, apo i sëmur, dhive i sëmur, nuk ka gjëron dot, e morë shpërblimin. Pse? Për shkak të niyetit. Pra shihni se i rëndësishëm është niyeti, vëllezër. Hadithi i fundit për sot. Hiç atë. Thot profeti alayhis salatu inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa ashara bi asabihi ila sadrihi wa amalikum. Allah nuk vështron në trupat tuaj, nuk vështron në pamjet apo fytyrat tuaja, por vështron në zemrat tuaja dhe bëri me dorë në kararorin e tij profeti alayhis salatu dhe tha dhe në veprat tuaja. Pra tek Allahu njerëzit nuk vlerësohen në bazë të pamjes, trupit muskulos që mund të kenë, gjatësisë, fuqisë, jo. Por në bazë të zemrave, niyetit, sinqeritetit, frikës për Allahun, dashurinë për Allahun,
dhe veprave që bëjnë. Sepse shumë do t'i binde që ata që s'janë të bukur, janë njerëz që kanë zemërimin e Allahut, jo. Ka pas për dietarëve, si shërrohet për njërin prej tyre në mos zgaboj, Ata ibn Abi Rabah në mos zgaboj, që ka qenë i shëmtuar me një hund vogël, sa një fasule. Ndoshta jo aq, po si shembull për të rruar për masën. Por kur vinte halifja tek ai për ta pyetur, i gjunjëzonte këmbët gjunjët e tij dhe qëndronte sikur dietari ishte halifja dhe ky një qytetar. Dhe i thoshte fëmijëve të tij, halifja më pas takimit me të, bëhuni dietar, kërkoni dituritë sepse se kam parë veten të poshtruar përveç se të ky njeri. Sepse i vinte halifja dhe ai nuk e kthente as kokën. Halifja ju ulësh anash. Ai as kokën se kthente, po përgjigjej shumë. Pse që vëllezër? Pse nuk ndodh sot kjo? Sa mund thot dikush si çka disa që i kanë inat dietarët e sunnetit dhe i akuzojnë dietarët e mretit tonë. Pse apo dietarë që son të vërtetën e tjerë. Dhe ta ndodhen kryesisht nga njerëzit e devijuar siç janë ikhwanët, Vllazëria muslimane e tjerë. Duhet dim vëllezër se dietarët sot nuk kanë atë potencë tek qeveritarët siç e kanë pasur dietarët e hershëm. Sepse pushtetarët e hershëm kanë qenë më besimtarë. Kur dietari i këshillonte qante. Qante nga frika e Allahut. Ku ka më pushtetar të tillë sot? Kur Imam Malik dilte nga xhamia, se imami ishte bidatçi, dilte gjithë xhamati. Por ku ka sot që dali dietari nga xhamia dhe t'i shkojnë në një xhamat mbrapa dali? Ja, pa atyre. Vazhdojnë e falen. Dhe as e kanë ide se doli dietari. Prandaj në lidhje me shembullin historinë që përmenda, pse ky mbante të qëndrim nga halifës dhe pse duhet ta mbajnë dietarët e sotëm. Kohët kanë ndryshuar. Dhe nëse dietarët e vërtet do t'i largohen udhëhecit, menjëherë do të arrathojnë bidatçint. Dhe çfarë do bëjnë? Do ta luftojnë të vërtetën dhe do të përhapin të kotën dhe bidatin e tyre. Prandaj afrimiteti për kraja që dietarët e vërtet japin udhëhecësve është pikërisht për të mbrojtur fenë. Për të mbrojtur hakun, ndryshe nga ata që dietarë të Sokratës, të cilët kur janë afruar me pushtetin kanë ndryshuar dhe qëndrimin. Sapo pushteti i ka dhënë karrige, e kanë lënë grupin që i përkisnin, rrymës që i përkisnin, dhe janë bërë laleta, ku i thonë, me pushtetin. E dini shprehjen laleta? Se kuptimi ka me fjalë. Është popullor që. Pra janë bashku me pushtetin. Ky hadith tregon se ajo që të vlerëson, të ngrenë tek Allahu nuk është pamja. Njerëzit sot kujdesen, bëjnë subhanallahu, bëjnë shpenzime miliona për të zmadhu buzët, për të ngrit modhzat, heqin dhëmballët që t'i hyjnë pak faqet, të kenë grop, heqin brinj që t'i zvërlohet beli, i bëjnë masakër vetes. I bëjnë masakër vetes, fryen mbrapa e tjerë, i bëjnë masakër vetes. I bëjnë masakër vetes, Allahu na ruaj. Apo meshkujt vjen pranvera që para prim verën edhe fillojnë palestra, që kur të vi vera dalin plazh, jeni çik, kupton. Muskuloz. Gjëra artificiale. Që s'kan as i pesh, nuk të porten njerëz që e duan ngritjen tek njerëzit dhe jo tek Allahu. Dhe jo tek Allahu. Dhe harrojnë zemrën. Dhe harrojnë të sillen mirë. Të adhurojnë Zotin e tyre, se kjo të ngren tek Allahu. Në dynja dhe në ahiret. Kur të ngren Allahu, nuk të ngren vetëm në ahiret, të ngren në të dy botët. Dhe humbin atë që është e vërtetë, ndërkohë që profeti alayhis salam thotë, Allahu vështron, pra vlerëson, kuptimi është vlerëson, se Allahu vështron gjithçka, vlerëson
atë që është në zemër, në bazë të asaj që është në zemër dhe në bazë të veprave. Në bazë të veprave. Prandaj të gjesh musliman thjesht që historia i përmend. Ndërkohë të gjesh të pasur dhe pushtetar musliman që historia nuk i përmend. Pse? Sepse për shkak të nijeteve dhe veprave të mira. Prandaj kujdesi më i madh nuk duhet për buzët, për mollzat, për belin, për kraharojnë, ta bërë me mushtru i çikrat e tjerë, por duhet për zemrën. Duhet për veprat e mira. E lutem Allahun subhanahu wa taala të na bëjë sinqert në adhurimet ndaj tij. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.